Në mesin e mbi 20 eseve të dorëzuara nga gjimnazi Sami Frashëri, punimi me temë biologjike, Sinfonia e gjeneve tona, një udhëtim në diversitetin gjenetik dhe shëndetin e njeriut, u renditi dyti në një konkurs me përmasa europiane. Për May Bejdon, ky vlerësim ishte një surprizë, ndonsa angazhimi dhe përkushtimi në konkurse e olimpiadat të mëparshme e kishte përgatitur për sfida të këtij lloji. Ndihem shumë e lumtur dhe më së shumti krenar nga vetja, por edhe për mësuesit që më kanë mbështetur në çdo hap, si dhe prindrit, sepse me të vërtet nuk e prisja, ishte diçka shumë e papritur dhe më bën të ndihem shumë e lumtur sepse është një hap më shumë drejt rrugtimit tim për mjekësinë. Mua më pëlqen të marr pjesë në të gjitha konkurset që shoh, sepse mendoj që është një mënyrë dhe një rrugë më e mirë për të zhvilluar aftësitë, por edhe për të zbuluar mundësi të reja që unë mund të kem në të ardhmen. Edhe pse krahasuar me një vit më parë, interesi të rinjve për aktivitete të tilla ka rënë dhe numri i fituesve është ndjeshëm më i ulët. May u bën thirrje bashkëmoshatarëve të saj të mos e neglizhojnë pjesëmarrjen. Unë them që të gjithë duhet të përpiqemi dhe edhe sidoqoftë që mos të fitojmë, rëndësi ka pjesëmarrja. Kjo është një fjalë që gjithmonë ma ka thënë mami që e vogël dhe për mua pjesa më e bukur nuk ka qenë fitoria, po pjesëmarrja dhe gjithë kontributi që kanë luajtur njerëzit rreth meje dhe suporti. Mendoj që ja vlen që ta provosh çfarë do lloj gjëje, edhe nëse nuk merr diçka në këmbim, rëndësi ka që ti e ke provuar dhe pse jo të kesh një eksperiencë më shumë. Mësuesit që ndjekin nga afër këto aktivitete theksojnë se nxënësit kanë nevojë për një inkurajim të vazhdueshëm në mënyrë që të qëndrojnë të angazhuar në iniciativa që i kalojnë kufijtë e klasës. Për sa i përket esesë së ditës së ADN-s, prej disa vitesh ne jemi pjesëmarrës me një numër shumë të madh esesh, projekte, piktura, video, por si vjet ka një veçanti që kjo ese është korrigjuar nga një ekip ndërkombëtar me qendër në Milano, prandaj dhe na gëzon sepse ky çmim i kalon caqet e Shqipërisë, është një çmim ndërkombëtar. Sipas të dhënave të kartës së performancës, në shkollat e mesme publike është vërejtur një rënje e dukshme në numrin e fituesve të olimpiadave dhe aktivitete të tjera garuese. Në vitin 2024, shumica e gjimnazeve kanë regjistruar deri në 6 fitues, ndërsa në vitin paraardhës, numri mbizotrues ishte më i lartë, me të paktën 9 fitues më shumë në çdo shkollë.